يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد falënderimi të kanë Allahut Azza wa Jall, atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatin të nderuar, ne jemi duke folur për atë se si të mbrohemi prej zjarmit të xhehenamit. Zjarmi për të cilën na tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që sjell Buhariu dhe Muslimi për Ebu Hurajrës. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Narukum hadhihi allati yuqad ibn Adam juz'un min 70 juz'an min harri jahannam." Tha pejgamberi alayhi salam: "Jo njerëz, dijeni se zjarmi i xhehenamit, zjarmi që robt bete Ademit e ndezin dunja, çfarë do lloj temperature që të ketë ky zjarmi i dunjas. Kjo është 1/70 pjesë. Është 1/70 pjesë e zjarmit të xhehenamit." I thanë i dërguari i Zotit: "Por veç sa kjo i dunjas me kon mjafton." Tha jo, por ato 69 pjesë të tjera, çdo pjesë prej tyre është e barabartë, çdo pjesë prej tyre është e barabartë me zjarmin më të madh të dunjas. Pra llogaritni se sa mund me bë dëm një zjarm i dunjas. E kjo është veç sa 1/70 pjesë e zjarmit të xhehenamit. Pra zjarmi i xhehenamit është edhe 69 herë më i nxehtë, edhe 69 herë më trishtues se zjarmi i dunjas. Ndërsa, si të mbrohemi prej këtij zjarri, e kena përmend që ajo kryesorja që neve na mbron e para është fjala La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Këtë, dhe tham se këtë fjalë, nëse e thu me ato kushte që na i përmendëm, e thu këtë fjalë, e din se çka po thu. Je i bindur në ato që ka rrjedh prej kësaj fjalës La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Je i bindur, e pranon çdo gjë që rrjedh prej kësaj fjalës. I dorëzohesh kësaj fjale dhe je besnik në këtë fjalë, dhe je besnik dhe je i sinqert në këtë fjalë çka ti e thu. Atëherë kjo do të sjell dobi, por na ka mbetur edhe një që duhet ta përmendmi. Dhe nëse këtu përmenden janë përmend deri me tani, kompletohen në veten tënde, atëherë me lejen e Zotit, kjo fjalë do të jetë shpëtim për ty prej këtij zjarmit xhehenamit që e përmendëm. Dhe e fundit që do na me përmend është se i thojnë e ka dhe një kusht kjo fjalë. E aja është el mehabbe, është me dasht. Ti duhesh ta duash këtë fjalë. Nëse don me të sjell dobi, duhesh me dash këtë fjalë. Duhesh me dasht ajo çka po kërkon kjo fjalë, me dasht Allahun Azza wa Jall dhe me dasht Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E nëse njëri kërejt mund t'i ketë kompletuara, por Allahun si Zot, ai nuk e dën. Fjala e tij, la ilaha illallah, edhe nëse e thot prej zjarmit të xhehenamit, nuk e shpëton. Por duhet ta duash këtë Allah për të cilën po flet kjo fjalë. Po duhet ta duash
këtë pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wasallam për të cilën po flet kjo fjalë. Allahu azza wa jall flet dhe tregon se si besimtarët që besimi do t'ju sjell dobi, çëshe dojnë Allahun azza wa jall dhe çëshe dojnë pastaj edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tha Allahu azza wa jall: "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada." Tha Allahu në Kur'an, ka prej njerëzve që marrin zotra të tjerë posë Allahut, edhe i dojnë ata, posë Allahut i dojnë ata zotra. Edhe sa të kësaj dite ka njerë që e adhurojnë dikan posë Allahut, por e dojnë të mërzisht e dojnë atë çka ata e adhurojnë që në fakt në kursi Zot. Vazhdon ajeti: "Yuhibbunahum ka hubbillah." Ata i dojnë ata zotra që i shpikin vet, i dojnë çashtu që duhet të duhet Allahu azza wa jall. "Walladhina amanu ashaddu hubban lillah." Por Allahu në fund të ajetit e tregon se besimtarët e vërtet, ata më shumti janë prej njerëzve të tjerë që e dojnë Allahun azza wa jall. Pra ata e dojnë Allahun kush? Njerëz e dojnë Allahun fort, besimtarët e vërtet. Nga që kjo na bëri me shenjë ky ajet se na duhet ta duajmë Allahun azza wa jall. E nuk duhet të duhet dikush tjetër. Ke kush ke ai tjetri? As t'ju afrohet Allahut, e mos flasmi ta duajmë si apo më shumë se Allahu azza wa jall. Ndërsa nëse njëri don me tregu si vërtet, me praktikën time unë e tregoj se e du Allahun, a di si e kushtëzoj Allahu azza wa jall në Kur'an? Për me tregu se ti mundesh me i thonë njerëzve se unë e du Allahun, por Allahu a i vetë ta vëri një kusht dhe tha: "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jo nëse thoni vërtet na e dojmë Allahun, si shka tha Allahu tash, atër thua ju o Muhammed, më ndjekni mua. E kështu Allahu do t'ju donë pasaj juve. Allahu e vëri një kusht. Nëse donë që vërtet ti me veprën tënde, me i thonë Allahu se Allah vërtetun e ty të du, tha Allahu në Kur'an, thuj pra o Muhammed, më ndjekni mua. Dhe tha njëri prej të parve që quhet Hasan al-Basriju, gjeneratës e dytë pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha ky prej të parve se dolen disa njerëz dhe u mashtruan dhe u përpiqen me i mashtru njerëzit. Dhe kësi lloj mashtrues që mashtrojnë vetvetat e tyre, se ata që njohin fejen nuk i mashtrojnë ata. Ndërsa kësi ka dhe sët. Ndërsa tha Hasan al-Basriju, kur dolen disa njerëz dhe thanë që na e dojmë vërtet Allahun, Allahu i sprovoi dhe ja sjellli këtë ajet dhe i tha pra nëse ju është kështu in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni. Tha nëse vërtet po thoni që e dojmë Allahun, ndjekni Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra ndjekja e rrugës të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është një argument se ti vërtet e don Allahun azza wa jall. A e vereni pse disa prej thirrsave edhe disa prej vëllezërve muslimanë ose dhe motrave muslimane janë të interesuar për çdo veprim që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me bërë edhe ata. Janë të interesuar në detaje të ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe nëse flitet vetëm kafshatën, veç kafshatën e gojë, ku ta shtin në gojën e tij se si e ka kap ky pejgamber, ta bëj edhe une. Nëse pejgamberi veç këta 3 gishtërinjët e tij, pas ka dhënë leje të lëpihen pas ngrënjes, veç që ta 3 nuk shton më shumë, se kur të pysh ti, pse nuk peshton edhe të 4-tin, thot se pejgamberi veç 3 ka bon, veç me këta 3 ka vepru. Pse kështu? Ai është interesuar me tregu dhe me veprën e tij, se ai vërtet e don Allahun azza wa jall. Për këtë tha Allahun në Kur'an, tha: "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim." O ju njerëz, tha Allahu azza wa jall, pejgamberi për besimtarët është më i dashur edhe se vetvetën e tyre. Pejgamberi jon për besimtarët është më i dashur edhe se vetvetët tona. Kështu tha Allahu azza wa jall. E Allahu na tërheqi vërejtin dhe na kërcënoi rëndën vend tjetër në Kur'an, kur tha:
Kul in kana abaukum wa abnaukum. Thuaj ju ti o Muhammed njerëzve, nëse baballarët tuaj që na, baballarët i dojmë shumë, por nuk krahasohet kjo dashuri me atë ndaj pejgamberit dhe Allahut Azza wa Jall. Nëse dush me sjell dobi, fjala la ilaha illallah kur desh para Allahut, Allahu tha, thuaj ju, nëse baballarët tuaj dhe fëmijët tuaj, wa ikhwanukum wa azwajukum, edhe vëllezërit tuaj, edhe bashkëshortët tuaj ose bashkëshortet tuaja, wa ashiratukum, edhe farefisnia juaj, wa amwalun iqtaraftumuha, apo edhe pasurin që ju e mbledhni, punani vazhdimisht për ton, wa tijaratun takhshawna kasadaha, apo edhe tregtia që ju tutni mos për ju shkatërrohet. Thot wa masakin tardawnaha, apo ndoshta edhe shtëpit tuaja që jeni të kënaqur me ato shtëpia që keni investuar në to. Ahabba ilaykum min Allahi wa rasuli wa jihadin fi sabili. Nëse këtu çka u përmenden më lart, për juve janë më të dashura se Allahu dhe pejgamberi, dhe ajo të luftohet në rrugën e Allahut, thot fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri. Nëse kështu pra, cila do që u përmend për këtyre, për juve është më e dashur se Allahu dhe pejgamberi, prit në një dënim, jo prej Allahut Azza wa Jall, wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin, se Allahu nuk i udhëzon në rrugën e drejtë njerëzit që fort janë të prishur ata. Prandaj na tha dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e sjellin dy sahih, tha, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tha pejgamberi këtu, nuk ka besu asnjëri për juve, derisa unë si pejgamber t'jam në zemrën e tij më i dashur se prindërit e tij, edhe më i dashur se fëmijët e tij, dhe më i dashur se njerëzimi krejt. Pra nëse dush, fjala la ilaha illallah, me sjell dobi, do ta dush Allahun, që she përmeni Allahun, me sjell dobi me të shpëtu prej atij zjarmit të xhenemit, do ta dush Allahun ni, pastaj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe dashurinë, çfarë do dashurie tjetër në botë, nuk guxon të krahasohet me këto. Prandaj edhe tha pejgamberin në hadithin tjetër në dy sahih, tha, talatu man kunna fihi wajada halawat al-iman. Tha, unë po ju tregoj edhe diçka. Tha, nëse i ka 3 cilësi dikush, me këto 3 cilësi tha që i ka, e shijon ëmbëlsirën e imanit. Besimi, o vëllezër të dashur musliman, ka ëmbëlsi, po ëmbëlsinë e tyre e këtij imanit, këtij besimi, pak kush e shijon. Ndërsa tha pejgamberi, ndashi me shiju, me një ëmbëlsirën e imanit, e që të parët ton e kanë shiju ëmbëlsirën. Ndërsa tha ndashi me këta, tha, i ka 3 cilësi. E para për tyne, tha, është mos me qenë, me dasht Allahun dhe pejgamberin ma shumë se gjithë shka tjetër. Kjo është e para, tha pejgamberi a.s. Pastaj, unë po i përmeni veç pikat kryesore se cilat dëshmojnë për ty si ti vërtet, e don Allahun, e don pejgamberin, që pastaj me të sjell dobi, kjo në ditën e gjykimit. Prej shenjave është se ti vërtet nëse e don Allahun, i bindesh Allahut edhe e ndjek rrugën e tij. Nëse e don Allahun, edhe me të bë dobi fjala la ilaha illallah, me të shpëtu për zjarmit të xhenemit është ta përmendesh, e përmend Allahun, ose e para i bindesh Allahut dhe e ndjek rrugën e tij. Pastaj është e ndjek apo i bindesh pejgamberit alayhis salam dhe e ndjek rrugën e tij dhe moralin e tij dhe sjelljen e tij. Pastaj është shenjë se nëse ti e përmend Allahun shumë, e përmend pejgamberin shumë, qënë selavat për pejgamberin, o shenjë që ti vërtet e don Allahun dhe e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa nëse ti shkon dita, nashta edhe ma shumë se dita, kur njëherë nuk nin kush as vetën tonë nuk e nin, tu thonë la ilaha illallah, tu i grave turës tonë dhe me thonë la ilaha illallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, Allahumme salli wa sallim ala sejidina Muhammed, së qënë selavat për pejgamberin, Allahu nuk e përmend, është shenjë që ti nuk e don Allahun ashtu qysh kërkohet, e pastaj është shenjë që ti vërtet e don Allahun, kur dashurisë ndaj Allahut nuk i jep
apo Allahun e dën më shumë se gjithçka tjetër dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe urdhnat që kanë ardhur nga Allahu dhe pejgamberi i dën më shumë se ato çka shefet e tua po i kërkojnë. Po këto janë disa prej kushteve të fjalës la ilaha illallah. Nëse du që fjala la ilaha illallah më sjell dobi në ditën e gjykimit, më të shpëtu prej zjarmit të xhenemit. Kjo ishte para. Janë edhe disa gjëra të tjera që nëse ne i veprojmë, shpëtojnë prej zjarmit të xhenemit e këtu mbesin herave të tjera. Ne lutsmi Allahun azza wa jall që të na falë, të na mëshiron. E lutsmi Allahun azza wa jall prej të dashurve të tij, Allahu të na bën. Lutsmi Allahun azza wa jall kushtet e fjalës la ilaha illallah na t'i plotësojmë. Lutsmi Allahun azza wa jall që kjo fjalë sebeb të bëhet prej zjarmit të xhenemit të na shpëton. Lutsmi Allahun azza wa jall që atje në xhenet me pejgamberët, njerëzit e mirë sinqertit, atje të na bashkon dhe muslimanëve në këtë botë që janë. Allahu të ju ndihmon kudo që qofshin ata, walhamdulillahi rabbil alamin.